Në vitin 2024, shpenzimet buxhetore për investime arritën mbi 1 miliard euro, një rekord historik. Megjithatë, kjo shumë mbeti në planin fillestar prej 1.2 miliard eurosh. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, pjesa më e madhe e fondeve u kanalizua në infrastrukturë rrugore, digjitale dhe ushtarake. Unaza e Madhe e Tiranës ishte projekti më i madh me financim prej 8.5 miliard lekësh, duke u bërë funksionale pas disa viteve ndërtimi. Tuneli Llogaras, tashmë përfunduar, u financua me 4 miliard lekë, ndërsa infrastruktura digjitale përfitoi 34 milion euro me investime më të mëdha në e-Albania. Në segmentet rrugore kryesore që morën fonde të rëndësishme ishin rruga e Arbrit 3.5 miliard lekë, Qugës Qef Floç 25 milion euro, autostrada Tiranë-Durrës dhe rruga Berat-Balladan. Gjithashtu infrastruktura ushtarake përfitoi 48 milion euro për modernizimin e bazave dhe pajisjeve mbrojtëse, projektet e dështuara dhe vonesat. Megjithse buxheti ishte më i lartë, shumë projekte nuk u realizuan. Ministria e Turizmit, ajo ekonomisë dhe sektori kulturës nuk përmbushën investimet e planifikuara, e po ashtu fondet për ujësjellsin dhe energjinë nuk u përdorën plotësisht, duke sjellë vonesa në projekte kyçe. Shpenzimet e larta nuk sollën gjithmonë rezultatet e pritura, disa projekte madhore u finalizuan, por shumë prej tyre ngelën pezull. Pyetja që lind është, a përdoren këto fonde me efikasitet apo thjesht u shpërndan pa një strategji të qartë?